Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja tek jemi sërish së bashku këtu tek fati ynë në këtë të hënë në orën 9:15 minuta. Është gjithmonë shumë kënaqësi të bashkohesh çdo mëngjes këtu me ju dhe zyrtarisht në këtë javë jemi në javën e Krishtlindjes, do thoja unë. Me mua në studio astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes të gjithë rishikuesit që do të na ndjekin ditë të mbar, javë të mbar dhe festat të mbara. Do jenë se s'bën sepse edhe koha është në anën tonë për shumë gjëra dhe shumë pozitivitet. Dita e sotme ndikohet shumë, sidomos paraditja, ka edhe disa gjëra sepse kemi dhe diellin, por kemi dhe hënën për ndikime shumë të mëdha që do thotë në Bricjap. Kur janë në Bricjap, Bricjapi është shenjë shumë e mirë në lidhje me punën që bën, në lidhje me takimet që bëhen dhe shumë gjëra të tjera, por për ata që kanë të bëjnë me shëndetin ose me lifting ose gjëra kësaj natyre, është kohë shumë e mirë dhe për bërë vizita, është perfektja. Është java e Krishtlindjes, ja kam vendosur këtë emër sepse normalisht do festojnë Krishtlindjet, kështu që është një javë e mbarë dhe nuk ka më mirë se sa ta nisësh të hënën me këtë super lajm. Është një kënaqësi. Të falenderoj Jorgo, unë ju bëj një rikujtesë që ju mund bashkoheni përmes telefonatave duke na telefonuar në numrin 0422 56047 ose duke na dërguar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS dhe më pas astrologu ynë Jorgo Pulla do t'ju bëj një parashikim të detajuar të hartës tuaj astrologjike. Ndjekim siglën dhe rikthehemi më njëherë për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. E mirëprisim telefonatën e parë për sot në studio. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, me kë flasim dhe nga na telefononi? Urime për emisionin Ninit të mrekullueshëm. Ju falenderojmë. Jeni telefonuesi i parë për sot dhe është gjithmonë shumë kënaqësi që na telefononi që në minutat e para. Po, unë jam nga Përmeti. Shumë kënaqësi. 22 nëntor, 1960. 22 nëntor, 60. Dua ta di për punën, për shëndetin edhe për të ardhurat. Patjetër. Orën e lindjes e kemi? Jo, nuk e kam, me thënë të drejtën. Pa merak. Ka problem. Pa merak, Jorgo, do ju bëj një parashikim me këto të dhëna që kemi. Ndiqni parashikimin tuaj në televizor, ju lutem. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju, gjithë të mirat. 22 nëntor, 60, punë, shëndet dhe të ardhura. Dhe marrim tek të ardhurat. Po. Çfarë ndodh në këtë drejtim? Kemi një datë lindje ku dita e martë që ka lindur, do të thotë lidhet dhe gërshetohet në lidhje se akrepët kanë një veti dhe një ndikim shumë të madh në lidhje me punën e tyre dhe i paraprin problemit. Dhe kjo do të thotë që çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshime, hëna në Bricjap i ndihmon shumë nga tani, edhe pse janë periudhë festash ose gjëra të kësaj natyre, do vinë një moment çdo njeri ose çdo sekond që kalon minute, dite, jave, muaj, vit, gjithmonë gjërat ndryshojnë. Në rastin konkret, është diçka shumë pozitive dhe ajo që të shikojnë në dritë të fundit të ditës se flasin për ekonominë, por janë gjithmonë i rregullojnë dhe i stabilizojnë disi, por kjo periudhë që na jep mundësinë nga data 27 dhjetor, 14 janar është një kohë e artë nëse duan të nisin diçka ose të bisedojnë nëse telefonata ose çështje të punëve, gjëra të tyre, të familjes, është mundësia shumë e mirë dhe 2026 për akrepët dhe pikërisht në këtë datë, dita e fundit e akrepit, ku i jep mundësi, rëndësi në ato çka do të bëjë, ka dhe disa plane, është njësoj si të ishte 20 vjeç, për 21. Do thosha unë, në planet që ka dhe pse jo janë të realizueshme, se gjithmonë akrepët flasin diçka që është e bëshme, jo të pa bëshme, në këto përshembull do blej një aeroplan nesër, edhe një që nuk është realizueshme, por janë të realizueshme dhe në har kohor, dhe këta e kanë, prandaj janë me këmbë tokë gjithmonë akrepët, flasin me sy, nuk flasin me fjalë. Të falenderoj Jorgo, pra puna, shëndeti dhe të ardhura. Po, nuk kanë diçka përshqetësuar. Dhe siç e thamë këtë javë, është shumë e mirë me hënën dhe me diellin në Bricjap që është për vizita. Dhe do shikojnë dhe vetë do kemi shumë telefonata në këtë pikë. Sidomos shenjat e ujit dhe shenjat e ajrit.
Të falenderoj. Jorgo, mirë prisim telefonatën tjetër në studio. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, Adela, Adelina, Ela, si ta thëmë emrin ty? Respekte. Shumë falenderit. Mirë mëngjes. Jorgo. Kënej si pa. Me gjithë Jorgën thash, po respekti herën e parë respektojnë femrat. Ju falenderoj. Kur flasin burrat, kur flasin femrat, do të respektojnë burrat. Ju falenderoj. Është shumë kënaqësi. Nuk harronit na bashkoheni. Thuaj se çdo ditë dhe është kënaqësi për ne. Në radhë parë, dalshin shenjat sa më të bukura, sa më mirë për gjithë shqiptarët, e të kalen në llafin që tha Jorgo, ta kalen gëzuar e për shumë vjetë të gjithë. Kështu duhet jetë. Po, kështu duhet jetë. Të gjithë familjet. Edhe ato që si duhem letë kalen mirë, e harmoni i paqe i kësha kthehen në rrugë të Zotit gjithë. E meritojnë gjithë të jenë të lumtur. Të gjithë, në tërë botën, vetë kalen mirë. Ashtu do jetë. Kurse tani, unë nga 24, unë kam shatë thëmë më agrepi geshë. Për shëndetin tim dhe për fëmijët që i kam të përndam. Anë vjene një për këto festa, zina. Vjene hikina, ku ti si shben? Vetëm do në ndimoni me datën e lindjes? A datën 24, tetor, 67. 67. Po, orë nuk e di sa të nuk ka pas, kam pas shumë pak doktor, ka pas kanë qënë shumë të mirë bu. Ska problem. Pa merak fare. E më shifni në gaforën nërë. Gaforja thamë, vërtet ke vullën po firmën e ka Gaforja, mos harrojmë këta. Ma për zotit vullër po firmën jam t'i dhonë, halë se po më morën në kam gjithë mund shkreti, po shbej. Jo, është 50 me 50, që mos e vramë në njëtë. Po, i duroj, e parloj parazimin, edhe fitorën edhe humin, i parloj të dyja. Atere, në ndisni në përmjet ekranit. Po, shumë falenderit. Falenderit shumë barësi. Me gjithë emision ju përshëndes. Falenderit, një ditë të mbargjit. Barësi. Për ju? Atere, 24 tetor, 67. Po. Kemi. Nëse flasim për shembull për këtë javë dhe vazhdimësia, do të thosh është shumë pozitive sepse po të vini re Adelina në lidhje me energjinë që njeriu përçon, edhe kupton direkt, edhe pse ka shumë gjëra, ai që na do dhe ai s'na do. Janë disa gjëra që lidhen me njeriu dhe kur edhe pse ju bin vështirësi nga ndonjëherë këtyre datëlindjeve, peshore është kripra dhe piperi, kemi thënë gjithmonë. Po edhe çfarë ndodh? Ndodh sepse ka të bëjnë, thot gjithmonë, me gafore. Por meqense ka me gafore dhe jeta, kemi thënë gjithmonë, një peshore për shembull, që të lidhet me një shenjë tjetër, duhet të ketë planetin e vet, për shembull, peshore duhet ta ketë, për shembull, ose ta ketë në gafore, ose ta ketë në bricap ose në peshk, diu. Rastësisht, që kanë në gafore. Dhe për ne buzësh nga herë që them që nuk ka shanse të jetë ndryshe, dhe vërteton. Po shikojmë, ja ku e kemi, në fillim pra të gafores, ja ku e kemi këtu gafore, pra ndikime që kanë bënë peshore, dhe peshore është në fillim të ndikimeve dhe gjërave që bëhen, por janë shumë preciz me njëri tjetrin dhe harmonia që ata kanë, edhe gafore nga njëra, në vërkoset gafore, nuk e diskutoj unë, po bin u i di me njëri tjetrin, dhe më thënë, komunikojnë shumë, jo si partit, po janë më ndryshe, dhe thënë, i bëjnë bashkë që shumë gjëra dhe ndryshime, ndikimet mira, lidhe me familjen, sepse lidhet shumë me familjen, por e ka dhe nga geni. Për shembull, merr nga ana mamas bashkëshorti, që do të thotë zgjuarsi, maturi, edhe dhëmshuri dhe ndikim të madh që ka të bëjë. Kurse zgjuarsia dhe rrugtimi i jetës është nga babai, që ndikohet shumë për lidhjet me komunikimin, që është baza. Dhe kurse në rastin tjetër kemi gaforën. Gafora mjaft gjë ka pas disa çështje të vogla, por në përgjithësi gjërat janë shumë pozitive, janë të kontrollueshme, nuk ka diçka për të shqetësuar, sepse gjërat janë shumë pozitive dhe madje është dhe periudhë ideale në gjërat që do të bëjnë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë jam një vajzë nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Jam datëlindje 16 tetor, 81. Po. Edhe për hapë fatin për një gjë, si do më shkoj 2026. Për 2026, pra? Po. Po.
një parashikim të përgjithshëm se si do të shkojë 2026. Po, faleminderit. Faleminderit Juve. ju e dashur, ndiqni parashikimin tuaj. Më thëni të linje? 16 tetor 81. Atëre 16 tetor 81. Po. Si do të shkojë 2026? Por lindje nuk na dha? Jo. Okej. Në rregull. Atëre. Këtu kemi 16 tetor 81 ditë e premte. Kjo do të thotë peshorja dhe ndikimi që ka të bëjë. Atëre, meqense se kjo periudhë është një periudhë shumë pozitive, se 2026 vërtet është do shtrënguar në fushën ekonomike, do kemi dhe shumë gjëra të tjera që do startojnë shumë shpejt për çështjet e punës dhe të rregullave që do vinë rregulla të strikte në fusha të ndryshme, po në rast konkret peshorja është mjaft e ndikuar në fushën ekonomike financiare. Lidhet shumë me financat, por lidhet shumë dhe me çështjet e lëna pezull, disa gjëra që nuk janë realizuar akoma, pret disa gjëra që duhet t'i rregullojë, t'i stabilizojë, meqense kur themi nganjëherë, ka disa njerëz që janë vetë grua, vetë burr, vetë fëmijë, vetë gjitha, i bën gjitha në lidhje me çështjet që ka të bëjë, sepse do t'i bëjë mirë, do t'i realizojë ashtu siç duhet. Peshorët gjithmonë nganjëherë janë të lënë çik pezull, peshorët, por peshorët janë me këmbë tokë dhe peshorët dinë shumë mirë çfarë bëhet. Në rastin konkret kemi një ndikim shumë të madh që koha më e përshtatshme nëse do të bëj lëvizje fantastike, flasim lëvizje pune, lëvizje ndryshime të mëdha që do kenë në familje, sepse rrjedh nga një familje mrekullueshme, edhe nga gjërat e tjera që do të ndikojnë në familjen e vet, diçka shumë pozitive, edhe një gëzim shumë i madh në familje që do ketë tani e tutje, është diçka që lidhet direkt, për shembull marrim muajin mars, që është ndikimi më i madh. Kemi muajin maj, në lidhje në muajin maj, ku në shenjën e demit që ka hënën në këtë drejtim, marsi deri në maj ka një ndikim shumë të mirë për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, në momentin e duhur. Nëse do bëjnë një ndryshim shumë të madh, po do ta bëjnë, e bën në fund të korrikut fillimi i shtatorit, ku është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në këtë harkë kohore bëhen gjëra që nuk i kemi menduar kurrë, ose të vjen një moment, një shans, është tip lotarie, mund të them, lotari nuk do thonë me bërë pagesë, po të doj fati të do dhe me 5 lek, por këtë është tjetër gjë kjo pse. Në anën tjetër, disa gjëra ndodhin për një arsye, me një arsye, po në mënyrë tjetër, do ketë ndikime shumë të mira në fushën ekonomike. Edhe pse disa çështje që lidhen me persona të tretë, në ndihmesën, ose mund të jenë familja e bashkëshortit, ose mund të jetë familja e sa që mundohen që të jenë sa më korrekt me ato çka do të bëhet, por jo gjitha realizohen në kohë. Dhe marrim si pak nevrik në lidhje me ato, sepse nuk bëhet, pse s'u bëhet kjo, por kur do bëhen tjerët, nuk ka vend, sepse ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv, momentet që janë të bëjnë në këtë periudhë, prandaj është koha më e mirë më shumë. Mirë do ishte, sepse jemi në muajin e britqapit, të ndikimit të madh, nëse ka të bëjnë në lidhje me shëndetin, ka të bëjnë një konsult, një kontroll, do ishte mirë, pse jo mund ta realizoj. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. Dikush pyet për datëlindjen 7/6. Po. 89. 7/6 89. 89, po. A do të ketë ndryshim në punë për një punë më të mirë, pra? 7 qershor 89. Po. Një punë më të mirë. Po. Punë aktuale nuk thot? Nuk thot që ka, do me thëmë për punën që ka, por nëse do ketë ndryshime për një punë më të mirë. Që është në marrëdhënie pune është, kjo është e sigurt, por a do ketë ndryshime për më mirë apo jo? Atëherë, ndikimet që kanë të bëjnë e pret ndryshimin, biles do të ishte realizuar në muajin maj ose në shtator, sepse njerëzit lidhur ditë mërkure kanë dy ndikime shumë të mira, sepse zakonisht binjakët kanë fuqinë dhe atë që mbizotëron atë çka do të bëjnë. Por kur është koha që të bëjnë ndryshimin ose të jepet mundësia, është tani në janar, sepse shumë planete që ndikohen në muajin janar dhe ndikohen dhe afër datës së lindjes, sepse qershori korriku deri me 15 gush ka një harë kohor të mirë për sa përket stabilizimeve, por janari është shumë pozitiv, madje këtu kemi një ndikim shumë të mirë, po ta vëmë re, ja pra ku kemi këtu në muajin janar, kjo ka një ndikim shumë të mirë sepse këto planete ndikohen kur jemi ditët e sotme pra të
fund vitit dhe viti që do vi, por ka dhe diçka tjetër sepse në lidhje me ndikimin e hënës, pra ja pra ku e kemi këtu në Gafore, që është në fund qershori, 22 qershor, 13 korrik, ku është një kohë shumë e mirë që mund bëjnë veprime, por nga donjëherë këto datëlindje mërziten për arsye sepse për Ermbes. Nuk mund ta them këtë, po ndryshe ja than, është njësoj që ndryshon në një punë, për shembull vetëm një punë do marrësh 5 lekë dhe ti jep do të jap 3 për momentin, pastaj 3 mujorin e dytë do të jap 5. Mirë, po ai kalon viti, kalon koha dhe me të vërtetë ka dhe me të drejtë ka që do të bëjnë një ndryshim të tillë. Dhe është e mundur të ndodhi, por të ndodhin në këto ndikime. Pastaj këtu kemi ndikimin në kohën e binjakëve, ku gjërat janë në anën e tyre, ku Dielli dhe Jupiteri kur kanë lindur, nuk diskutohet që do ketë ndryshime por në favorin e vet. Të falenderoj Jorgo, kalojmë tek një tjetër mesazh. Po. E para se të kalojmë, do të thotë që puna do të ndryshohet për më mirë. Po, nuk diskutohet. Në rregull, Jorgo, të falenderoj. Kam përshtypje, një nën pyet për djalin dhe vajzën. Kemi 24 korrik 92. 24 korrik? Po, 92. Po. Djali në Gjermani, lindur rreth orës 10-11. Po. Një parashikim të përgjithshëm. Dhe gjithashtu ka dërguar dhe datëlindjen e vajzës. 31 mars. Ja, një sekund. Po, pa merak. 31 mars. 31 mars. Po, 97. 31 mars. 97. Po. Ka lindur rreth orës 8-9. Pra o 8-9, diçka e tillë. Dhe gjithashtu dhe për vajzën një parashikim të përgjithshëm. Pra janë fëmijët. Po, djali dhe vajza. Okej. Thot djali dhe vajza, kështu që i bie që nëna pyet për fëmijët e saj. Atëherë, shikojmë vajzën. 31 mars 97, ora 8:09, thotë ajo. Apo? Po, 97, 8 ose 9. Okej. Ndërsa djali 24 korrik 92 në Gjermani midis orës 10 dhe 11. Atë kemi. Atëherë. Sa përket vajzës, vajza ka lindur ditë hënë. Ascendente në dëm pak kokfort. Por në rastin konkret, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha do të ketë në 2026, por nga mesi i vitit e tutje, se për tani ka të bëjë shumë dhe me çështjet e karrierës ose gjëra që ndikohen në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Meqenëse se ka të bëjnë shumë në anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, dashi gjithmonë është një hap para asaj çka ndodh. Edhe pse lindur ditë hënë, edhe pse ka mjaft ndikime dhe ndryshime, por janë të pritshme. Por diçka për të shqetësuar nuk do të thoshe, sepse nuk ka vend. Por 6 mujori i dytë është më pozitivi në këtë drejtim. Për sa i përket djalit, 24 korrik, 92-shi, ora 10, që ka të bëjnë, do të thotë lindur ditë premte, dhe kjo do të thotë në bazë të ascendentës, bazë të orës, duket se ka të bëjnë shumë me ndikimin e virgjëreshës. Por gjithashtu, ka diçka që lidhet me ekonominë, lidhet dhe me disa para që do t'i marrë disa para. Do vinë një moment, këtë djalë ka lindur me këmishë në fakt, se kur në qenë 6 muajsh ose ka pas një problem shtatzanie, por fati krijuesi do që të ecë me këmbë të veta, të arrijë ku dëshiron dhe është më shumë fat me pak fjalë. Kjo datëlindje pra. Dhe unë do thosha që do vinë një moment nuk do ketë nevojë për këtë sepse e kërkon lekun. Nuk e shpërdoron, por e kërkon. Dhe kjo që është në ndikimin më të mirë të mundshëm që ka të bëjnë në fushën e gjërave të mëdha, luanë gjithmonë në dinë çfarë bëjnë. I gjithë viti ka pak a shumë ndikime dhe pozitive, pozicioni i planetit që është në fusha të ndryshme ka shumë ndikime të mira, sidomos në muajin shkurt, në muajin maj, në muajin korrik, në muajin shtator, nëntor, dhjetor, janë ndikime shumë të mira e tepër pozitive. Edhe pse do ndryshojnë vend banim në rasti konkret, sepse kërkon rrezikun, kërkon fati, kërkon atë që dëshiron. Kështu që mos më shqetësoni fare për fëmijët, ndikimet janë shumë të mira dhe tepër pozitive në anën e tyre. Edhe pse
pret një dokumenta, nuk e di, arsyen, por e ka të marrë, është diçka shumë pozitive dhe jo negative. Pra për të dy fëmijët çdo gjë duket okej. Mirë prisim një telefonat në studio. Alo, mirë mëngjes. Mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë jam një zonë nga Tirana. Shumë kënaqësi. Jam interesuar për një ditëlindje 7 shtator. 7 shtator. 91. 91. Po. Po, dhe për çfarë interesoheni ju lutem? Për fatin e ti. Për jetën e ti. Për fati? Jeta në tërësi pra, një parashikim të përgjithshëm? Po. Në rregull. Një parashikim të përgjithshëm, por më së shumti edhe për fatin, po patjetër. Orën e lindjes e kemi? Ora 7 i darkë. 7 e darkës. Jorgo, po më thuaj? Është jashtë apo në Shqipëri? Ndodhet jashtë apo në Shqipëri, pyet Jorgo? Në Shqipëri. Okej. Ndihni parashikimin. Atëherë, lindur ditë shtunë... 7 shtator 91, ora 7 e darkës, në Shqipëri për fatin, por edhe një parashikim të përgjithshëm, pra si do shkoj jeta. Në lidhje me fatin, mund të themi që në këtë periudhë, dy raste, mira, sepse virgjëreshat kanë momentin dhe mundësin përsa përket gjërave që do të bëjnë. Mirë po, disa pengesat vogla që kanë pasur në 2024 dhe maj të 2025, kjo nuk do të thotë sepse gjërat përfunduan, por duke pasur parasysh tani e tutje, gjërat do jenë më mirë dhe më mundshmja që mund të ndikoj është në ka filluar që është dje, nëse do ta marrim kështu, deri në shkurt të 2026, ku është indikim shumë i mirë, është tepër pozitiv në atë që do bëhet, në atë që do realizohet dhe do të sistemohet. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por në gjëra që do të ndikojnë dhe do të arrihet ajo që juve keni dhe do të shikoni se në anën ekonomike financiare gjërat do jenë shumë herë më mirë. Edhe pse ndikohen shumë të shenjës së vërtetës, zakonisht ndikimi është tek bajamet që kanë fakt në lidhje me ndikimet e planeteve dhe të çështjeve, por kjo do të thotë që është mundësia dhe çështje të rëndësishme që vinë nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse ndash nga ana juaj që merr më tepër në genin e mamas, kurse në anën tjetër do babait ka forcën dhe identitetin e vet, mundësinë dhe kohën e duhur për të stabilizuar gjërat. Ekonomia është ajo që është baza, sidomos 6 mujori i dytë është më i favorizuar dhe shumë pozitiv në këtë drejtim. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh. 22 i 4-ti. 22 i 4-ti. Po. 2008. 2008. Po. Interesohet për shkollën nëse do mund ta marrë degën që do. Po. Orindje kishim? Jo, nuk kemi. Atëre, me që se kanë një ditë marte, mund të themi demi dhe diqit parë, me mundësi dhe e marri këtë shke me ta. Dhe do lodhet shumë, këtë atë lindje, por ka për të dalë me sukses sepse shumë gjëra kanë ndikuar dhe momenti, periudha, koha, kur ndodhin këto gjëra, është mjaft pozitive dhe periudha më e mirë e mundshme që ka të bëjnë, sepse shumë planete që ndodhin dhe ndikojnë shumë, kemi Afroditën në Dash, kemi Mërkurin, kemi Hënën Akrep, kemi Diellin në shenjën tuaj, por kjo gjithashtu ka të bëjnë dhe me Mërkurin që është komunikimi, është baza, është ekonomia, pastaj dhe vinë shumë gjëra të tjera, por juve keni mundësinë për bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që juve kërkoni dhe e realizoni, por gjithmonë duke pasur parasysh në 6 mujor i parë i vitit 2026 është mjaft pozitiv dhe shumë i rëndësishëm për të ardhmen që do ketë, sepse ato që kërkon ato do marri dhe nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që koha ka treguar që janë me shumë fat dhe jo problematike. Pra degën që ka dëshirë për të arritur do të arrijë. Do ja arrijë dhe për mua ja ka arritur. Është çështje kohe. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një telefonat në studio. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Me një zonë nga Tirana. Shumë kënaqësi. Jam interesuar për vajzën. Me 13 tetor. Po. Të 95-ën. 95. Po. Po. Për shnetin, për fatin, për shkollën. Ashtë edhe në shkollë. Patjetër. Për çfarë vazhdon? Mjekësi. Për çfarë studion, pyet Jorgo? Mjekësi. Mjekësi. Okay. Orën e lindjes e kemi? Po, në orën 12 të ditës. 12. Nuk diskutohet për mjekësi, në fakt.
Sepse njerëzit të lindur me këto parametra, domethënë kanë një ditë premte. Po, premte. Dhe i takon mjekësia se ju e ka në gen, se njerëzit janë geni 7, domethënë. Po. Kështu që na ndiqni parashikimin. Atëherë. Okej. Përsa përket kësaj çështje, sepse kur ka aq lidhje, kur ke orën për shembull edhe disa gjëra, të jep aq informacion astrologjia që çuditësh edhe vetë ndonjëherë. Pse është në gen dhe çfarë ndikohet kaq shumë, do të thosha unë, se njerëzit nuk i vënë re shumë dijes, për sa i përket e duan të shpejta. Po ushqimi i shpejt dëmton, ta them edhe këtë. Por gjithsesi është një periudhë tani që kur kemi Saturnin, që është ndikimi më i madh dhe ndikimi i Plutonit që jep kohë në atë që ka ndodh dhe pikërisht ja ku e kemi këtu në çështjet që lidhen shumë. Pse thash edhe në gen, se Saturni kur është në Peshk, kur lindje, është në gen. Kur kemi dhe rrësull dhe ndikimin në shenjën e vet, në shenjë, do të thotë mundësi dhe do të thotë dhe rëndësi. Po mirë, në lidhje me ndikimin që ka bënë në bazë të orës. Në bazë të orës është ascendentja. Ascendentja është në Bicap. Kjo Bicapet e kanë elektronikën dhe mjekësinë, në të dyja krahët. Nga do që ta marrësh dhe këtu, por dhe këtu del në mjekësi, del dhe në gen. Dhe është edhe vërteton. Kjo është ajo çka bëjmë dhe kjo është realiteti. Si do shkojnë gjërat? Shumë mirë, edhe pse është shumë e rëndësishme për të ardhme, këta bëjnë emër. Sepse bëjmë me djesën e tyre, bëjmë me të drejtën e tyre, sado që kanë pengesa gjatë rrugtimit të tyre, por pengesa është për disa gjëra të tjera që nuk ka lidhje fare me realitetin. Kështu që me hënën e binjakët të humbasi, po s'ka shanse. Këtë botë johin, botë tjetë nuk e diun. Sepse ka ndikimin, binjakët kanë guvernatorin kanë Mërkurin, Mërkuri nga ana tjetër ka të bëjnë shumë me çështjet e komunikimit dhe gjërave të mëdha që do të bëjnë. Ka të bëjnë me Jupiterin në shqiptar, pra ka këtë këndin këtu që jep një mundësi shumë mirë që juve e keni dhe të gjitha këto është koha dhe momenti më perfekt dhe do shikoni dhe vetë do më kujtoni se diçka gjëra shumë të mëdha që realizohen dhe janë të mundshme të bëhen. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh që kemi marrë. Atëherë, kemi dy data. Kemi vetëm njërën se ka ngatruar vitin, kështu që thjesht është i korrigjuar. 7/4. Kjo në llafin. Po, patjetër. Do t'i mbyllim të gjitha në këto 2025. 7/4, 88. 7/4. 88. 88? Po. Aq sa do na premtoj koha, Jorgo, se mesazhe këtu ka pafund, por ne do përpiqemi t'i ezaurojmë të gjitha. Doja të dija për marrëdhëniet në punë, pyet, telefonojmë nga Franca, ju përshëndesim dhe shumë kënaqësi që na ndiqni. Kënaqësi nga ana ime. 7 prill 88. Po. Ora kishim? Nuk kanë orë lindje, por duan të dim për marrëdhëniet në punë. Marrëdhëniet në punë, okay. Atëherë, kemi dhe themi, në lidhje me punën, një ndryshim i vogël do bëj diferencë shumë të madhe. Sepse tjetër punë bëni, tjetër punë po bëni. Kjo është janë e mirë sepse nuk ngeleni bosh. E dyta, në ndryshimin që do të keni dhe koha që premton në çështjet që ju keni, ka një ndikim shumë të mirë sepse shenjës së dashit u japin shumë mundësira dhe mirë po. Ndikimi i hënës dhe i mundësive që jep dhe kohën dhe ndryshimin e madh, do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë mundësi. Keni pasur shumë ndikime gjatë rrugtimit tuaj, por me zgjuarësi dhe maturi ja keni dalë, sepse po të marrim 2023-shin dhe 2024-ën, ju me të drejtën tuaj fituat jo mendimin e askuj, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë zgjuarësi dhe drejtësi. Dhe të gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në marrëdhëniet me punën tuaj dhe jo vetëm. Kështu që meqense keni Plutonin në Akrep, do të thotë ose keni plane
për blerje një shtëpie ose marrë në një dokumentacioni, nuk ka vend për të shqetësuar këtu fare, por për të gëzuar, sepse ja keni arritur qëllimit tuaj dhe është momenti. Po dashja asnjëherë nuk humbet, sepse është shenjë zjarri, por njëkohësisht ka dhe rëndësi në atë që jep, sepse gjithmonë të dhjetëdiqit të dytë të shenjës së dashit që ka të bëjnë, është mjaft ka entuziazmin, ka të drejtën, ka dhe buzëqeshjen me të drejtën e vet dhe shumë e rëndësishme në atë që bën. Dhe ka të drejtë sepse kërkon në lidhje me marrëdhënie me punën për diçka më lart dhe është e mundur sepse i del përpara dhe është e gatshme të përgjigjet kërkesave. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ne flasim dhe nga na telefononi. Nga Shkodra. Shumë kënaqësi e dashur. Për burrin desha din, datëlinja është 20 prill. Po. 71. Orën e lindjes e kemi? Jo. Puna dhe shëndeti. Për punën dhe shëndetin. Po patjetër. Ndiqni parashikimin tuaj e dashur. 20 prill 71 Jorgo. Po. Për punën dhe për shëndetin. Atëherë, meqense kemi ndikime dhe mundësi, ajo që do të thotë në lidhje me kohën dhe periudhën, por gjithsesi nuk e diskutoj që mund të jetë diçka në lidhje me punën, gjërat nuk janë, është mirë sepse kanë pasur sa probleme, por kanë kaluar, por unë do thosha që në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë ose me kohën e duhur për sa përket shëndetit, unë do thosha është mirë, se që thash në fillim të misionit që është një periudhë shumë e mirë, kemi hënë në Bricjap dhe në këtë shenjë pikërisht ka dhe indikim. Por këtu kemi të bëjmë, po të vëmë re, në lidhje me Marsin, lidhje me gjëra që bëhen, kohën e duhur ku lidhen çështjet pra këtu, por kemi edhe ndikime. Nuk ka vetë për të shqetësuar këtu, po një kontroll do ishte mirë për veten e vet, se gjithmonë edhe do ta bëj këto 2-3 ditë, se është koha më ideale në lidhje me për kontrollet, për konsultime, sepse gjithmonë duhet bësh konsultime pa u fut viti. Pastaj mbasi përfundon viti, domethënë viti 2025, fillon 2026, në fund të janarit, fillimi i shkollit mund të bësh pastaj një kontroll të tjetër, se është aq ideale dhe aq i shëndetshme, po ta kuptojnë njerëzit, nuk e kuptojnë në fakt, por ka shumë gjëra që duhet ta bëjnë në raste konkrete. Edhe mirë, pa pasur në një diçka, i kontroll është qarkullimin e gjakut, ku di unë, është duhet ta bëjnë. Nuk e fut frikën, por është një vërtet që duhet të jemi korrekt dhe të jemi të shëndetshëm që nga 0 deri tek 110, që shqiptarët e kanë atë. Në raste konkret kemi të bëjmë në lidhje me çështjet e punës, nuk ka vend për shqetësuar, disa para do merren, këto nuk është problem këtu, por kemi edhe ndikime të mira në lidhje me konsultimet e bisedime që bëjnë ose çështjet që kanë bëjnë. Është momenti dhe koha më e mirë e mundshme. Prandaj koha më e mirë e mundshme në raste të tilla kemi këtë muaj, nuk e zë dhjetori festa ose bëjmë disa gjëra të vogla, por jemi gati për vazhdimsinë që do të kemi mbas janarit, mbas datës së 10, nga u i bekuar datës 6-7-8, pastaj e tutje, gjërat janë shumë pozitive dhe mundësit janë të arta në lidhje me zgjidhje me problematikat dhe çështjet që kanë bëjnë. Pra nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Të falenderoj Jorgo. Mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Me Raimondë nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Po desha të pyesim çik për djalin, që është ditëlindja 3 maj i 79-s, për shëndetin dhe për problemet që ka gjyqësore, që do e gjyqësuria e tij. Kur ka ndodhur fenomeni? Si? Kur ka ndodhur problemi që është gjyqësore? Po ka tani këto muaj. Mos më çik më tepër, nga 2 muaj. 3 maj? 3 maj, 79. Po. Orën e lindjes e kemi? Në ora 10. 10 e darkës. Po, 22. Sepse ka lind ditënjtë, apo? Po, ditënjtë. Në rregull e dashur, ndiqni parashikimin tuaj. Jorgo, maj 72, ora 10 e darkës, për shëndetin dhe për një problem gjyqësor që ka. Si do i shkojnë gjërat? Atëherë, problemi gjyqësor, shenjës së demit,
Unë të thosha tani, faju bonusë nuk e mori njeri. Në rrasë konkret në ndikime që kanë, ose çështjet, nuk më thosha për këtë periudhë që do si dhe në gjërat me i buton, nuk ndodhë kur në këtë botë, por me qenë se ndikime ka të bëjnë me personat të tretë në mes, dhe kjo do të thotë që zgjidhet me personin e ligjit, mund të bisedohet shumë në lidhje me këtë çështje, sepse nuk e shikoj një problematikë ka të bëjnë, por me qenë se ndodhi mes dhe dy persona që duhet të bisedohet, do ishte mirë mos shkojnë në fare, por gjithsesi kjo bëhet është puna. Është e realizueshme dhe koha më e mirë e mundshme do të thosha është mbas 15 janarit, nëse do ishte koha më ideale që kërkon për kohën. Po nëse është një datë fikse për muajin dhjetor, pak nëse ka mund të ketë shtyrje, mund të ketë gjëra për ne, nuk i jap shumë pesh kohës që është me festat dhe kemi nuk punojnë me kapacitetin e duhur ndikimet që ata në shtet, punojnë në çështje shtetërore. Pra janë shumë gjëra që ndikohen. Por, me mesi i janarit, e tutje po, janë gjërat shumë pozitive. Përse për këtë shëndetit nuk besoj se ka diçka shqetësuese, po demi gjithmonë mërzitet hedh gunën para në shiu, mërzitet dhe para përgatitet disa gjëra, por kjo janë disa gjëra që nganjëherë dëmtojnë, sepse kur mendohesh shumë logjike është që nuk ndihesh atë ku duhet, por kjo nuk do të thotë se ke probleme. Një konsultim me mjekun do ishte mirë që të realizohet pikërisht në këtë muaj shumë të mirë dhe të vazhdueshëm deri edhe janari që ka të bëjë shumë me këtë drejtim. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. 15 prill 96. 15 prill 96. Po? Ora 5:10 e mëngjesit. Ora? 5:10. 5:10 e mëngjesit, po? Po. Djali interesohet, thot, më është premtuar një punë në 2026, pra ka të bëj me gjërat elektronike, biznesi që ka, dhe në 2026 kam folur për një punë. Diskutimet kanë filluar që në 2025, por megjithatë i është thënë që mund të nisë pra kjo puna që i është premtuar në 2026. A ka mundësi për ta kapur thot si punë, dhe nëse po kur duhet, a mos duhet të kryej bisedime të tjera për ta arritur sërish, apo është e mbyllur dhe do të realizohet? Është në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Okej. Atëherë, 15 prill 96 ora 5:10 e mëngjesit. Që do të thotë Ka një biznes të tim, pra, dhe ka diskutime për të kapur një punë diku tjetër. Kjo punë është shumë e madhe. Po, kështu thotë është një punë e madhe dhe prandaj thotë pyes Jorgon nëse duhet të nisë një diskutim të dytë pra në fillim të janarit, se është premtuar që këtë vit të 2026 mund të realizohet. Atëherë, kur kemi të dhëna të tilla dhe ndryshimi që bëhet, unë nuk do të thosha që të ngelin në premtime, sepse i takon, kjo të atindje, pasa për shumë dere, ka gjithë që dere gjatë rrugtimit. Do ishte mirë, do ishte idealja, sot mbas dite, nuk e di, mund t'i shkruani, të që them, sot mbas dite, ora 16-17, e deri me datë 27 dhjetor, mundohuni një ditë gjeni kohën tuaj, mund t'a bisedoni. Sepse në 2026, në 13 janar, 14 shkurt, në ditën e dashururve, është kjo harë kohor që po, dhe ta them me bindjet plotë, me 1.100.000%, me firmë dhe me vullje rrupulla, nuk e them shpesh, po kjo është e bëshme, por do jetë një lodhje të iskashme dhe nuk e ti arsyen, ose do të bëni diçka tjetër pastaj, sepse nuk mund të merri me gjitha këto. Do thoni ju më Jorgo, po ta marrat punën unë pa punoj edhe natën. Nuk diskutohet sepse dashit humbasi nuk ndodh rradhë hiç. Megjithatë, është dhe koha dhe periudha më e mirë e mundshme në ndryshime dhe ndikime që ka të bëjë. Meqense flisni me njerëz të rëndësishëm, dëgjoni, pastaj flisni. Është më mirë sepse ti e ke problem, e ke të domosdoshme ta marrësh këtë punë, por tjetri do të blej. Është më mirë të dëgjosh, pastaj të flasësh, po pak fol. Mos jep shumë sekrete nga aty ku nuk duhet. Sepse para disa kohëve,
një moment keni pasur shumë të rëndësishëm, por nuk u realizua, sepse diku tjetër u tha, u bisedua, dhe diti shumë mirë çmimin sa është edhe 1 lek më poshtë për tjetrin është 100. Dhe këto gjëra ki kujdes, mos i thuaj atje, sepse zemërgjërsia që keni ju, drejtësia që keni juve, se veni nga mamaja, por zemërgjërsin nga të dy prindrit, që kanë ndikim shumë të madh, dhe duan që kjo të realizohet, dhe është e realizueshme pse jo, por me kujdes dhe vëmendje, se këto ditë që thash, bëj takim se ka për t'ia vlejtur dhe mundësitë. E prisin gjënë, ju prisin telefonatë, po mundi edhe takimi. Të falenderoj, Jorgo. Mirëprisim telefonatën e fundit për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Gramshi me Afrodita Kumen. Kënaqësi e dashur. Faleminderit. Desha të di për djalin. Po. 18.1999. 18. Edhe njerë të lutem data, 18? 18 korrik. Korrik 99. Po, paradite, orën saktësisht në mbajmend, po paradite. Po, dhe për çfarë interesojnë? Dhe desha të di sepse në datën 19 janar të shkoj, më ka rënë në Burg në Greqi, dhe desha të di si do ecin procedurat atje në Burg. Në rregull e dashur. Ndiqni parashikimin tuaj. 18 korrik 99. Në datë 19 janar të 2025-ës ka rënë në Burg në Greqi. Si do të shkojnë pra procedurat atje? Okej. Kjo është telefonata e fundit për sot. Unë njëroj lirim të mbarë sa më shpejt jetë mund. Edhe unë gjithashtu. Jemi drejt fundit, Jorgo, kështu që duhet t'japim pak ritëm. Po, nuk e diskutoj. Se koha nuk na premton. E kemi kohën, mos e keni merak. Tani çfarë ndodh në lidhje me këtë gjë, domethënë, ndikimet që kanë bënë. Një person, sepse çfarë ndodh nga probleme të tilla, ka bënë çështje avokatie dhe çështje në disa raste nuk realizohen, por koha më e mirë për ndryshim të personit të ligjit do ishte mirë të bisedoni atje me personat e juaj, sepse zgjidhja ka të bëjë shumë tani është e zgjidhshme, sidomos 24 janar dhe 24 janar, 13 mars është harku kohor, ku është shumë pozitiv për të ndikuar, biseduar me personat e ligjit që të gjenë zgjidhje, sepse këtu është diçka që nuk shkon me çfarë keni pasur, se gjëra që keni thënë mirë dilë mënjan, por nuk është mirë dilë mënjan disa raste, sepse ka të bëjë shumë me jetën, ka të bëjë shumë me shumë gjëra të tjera, por me një person të ligjit atje mund të bisedohet qiltër dhe pastër që të gjendet zgjidhje, sepse mundësitë janë në këtë hark kohor dhe jo as para dhe as mbrapa. Të falenderoj, Jorgo, nga unë dhe Jorgo një ditë sa më të mbar i takohemi sërish nesër. Edhe unë gjithashtu. Mersi.